Në laboratorin biokimik hematologjik të Qendrës Kombëtare të Mjekësisë së Punës në Gjakov, analizat realizohen me standarde të larta profesionale dhe në mënyrë sistematike. Ky laborator është ndër të paktët në rajon ku kryhen rregullisht analiza të tilla. Udhëheqësja e laboratorit Drilona Juniku bëri të ditur se laboratori është i certifikuar nga laboratori gjerman Instant, i cili kryen vlerësime të vazhdueshme të cilësisë së punës. Sa i përket laboratori, ne merremi me kontrollin rutinore përfshirë analizat e përgjithshme të gjakut, siç janë analizat e hemogramit, analizat e përgjithshme biokimike, si dhe ato hormonale dhe tek tumormarkerët. Sipas Junikut, vlerësimi nga laboratori gjerman përfshin kontrollën e saktësisë së analizave dhe mënyrës së punës, çka garanton besueshmëri dhe cilësi të lartë të shërbimeve laboratorike. Kjo certifikat bëhet zakonisht me kontroll, me testim, 2 deri në 3 herë në vit, ku na vijnë mostra nga Gjermania dhe ato sigurisht vijnë në mënyrë të sigurt dhe ne, domethënë, kontrollohemi përmes tyre dhe testohemi për të japur vlera sa më të sakta, jo vetëm për personat që janë për vizita sistematike, por dhe tek pacientët tanë të Gjakovës. Qendra Kombëtare e Mjekësisë së Punës mbetet ndër institucionet e vetme të këtij lloji në Gjakov, ku kryen vizita dhe kontrolle sistematike për punëtorët.